Dy peshkatar kanë humbur jetën pranë Grykderdhjes së Vjosës ndërsa ishin duke peshkuar. Lorenz Doko, 32 vjeç, dhe Elson Kerri, 37 vjeç, prej orës 19 së dielës kishin dalë për peshkim afër zonës së Grykderdhjes së Vjosës, në Delisuf. Prej atij momenti, ata kanë humbur kontaktet me të afërmit, ndërsa disa orë më vonë kanë qenë familjarët që kanë vënë alarmin, duke lajmëruar policinë e Vlorës për zhdukjen e tyre. Delta Force dhe policia kufitare e qytetit bregdetar, të ndihmuar dhe nga polumbarët, vijuan për disa orë kërkimet pa u ndalur. Fillimisht është gjetur trupi 37 vjeçarit Elson Kerri nga fshati Delisuf, ndërsa disa orë më vonë polumbarët gjetën dhe trupin e viktimës tjetër, Lorenz Doko, i cili kishte ngecur në rrjetat e peshkatarëve. Sipas policisë së Vlorës, dy viktimat kishin dalë për peshkim me një barkë me lopata, e cila është mbushur fillimisht me ujë dhe më pas është përmbysur. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth 3 milje larg Grykderdhjes së Vjosës në det.